UEFA Champions League si të papritura, emocione dhe pa diskutim shumë surpriza. Njëra për tyre është pa diskutim kjo përballje. Liverpool Paris Saint-Germain. Pasi super dominimin në fazën e parë ose në aktin e parë të parisienëve, Liverpool që në rastin e parë rriti të zhbllokonte sfidën me një gol të Harvey Elliott, një gol që i ka shëkuar parisienët, pasi ishin ata që kontrolluan lojën, por Alisson Becker, ndoshta një nga lojtarët më të mirë të asaj sfide, evitoi çdo moment për francezët. Sot ata kërkojnë të pushën Anfield, një stadium goxha i madh. Një stadium ku Liverpooli vështirë se mund të mundet, por Champions League na ka mësuar se jo çdo sfidë mund të gjikohet nga stadiumi ku luan skuadra ndoshta më e fortë si Barcelona, Real Madrid apo edhe Liverpool. Sot Parisi i duhet të shënojë 2 gola në mënyrë që të arrijë kualifikimin për në çerfinale. Nëse shënon një, atëherë sfida do shkojë në shtesë. Por nëse shënon Liverpool ose merr një barasim, qoftë me gola, qoftë pa gola, atëherë do të jenë ata që do të vjojnë rrugtimin e tyre. Mirëmbrëma gjithë miq të Tring Sport High Definition, jemi live në Liverpool Paris Saint-Germain. Super sfida, ndoshta më e bukur në këtë ditë të martë, së bashku me ndeshjet e tjera si Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Inter, Feyenoord dhe Barcelona Benfica, që sa përfundoi me triumfin e Barcelonës. Një triumf befasues që në ndeshjen e parë kushnuar me 10 lojtarë. Liverpool në portë me Alisson Becker, në mbrojtje Robertson, Konate, Van Dijk, Alexander-Arnold, në mesfush Gravenberch, Szoboszlai dhe McAllister, tresha sulmit Luis Diaz, Salah dhe Thiago Jota, pra asnjë ndryshim krahasim me sfidën e fundit. Interesant është fakti që Parisi ka bërë një ndryshim, dhe është lënia në stol të Gvarës, pra të Gvar Shkeljas, për të aktivizuar Joram Zagen, një mbrojtës shumë i ri për të aktivizuar dhe lëmë të avancuar Ashraf Hakimi, që mund të bëjë mirë edhe rolin e mesfushorit. Zaire Emery, një tjetër emër interesant në formacion rolin e mesfushorit. Por edhe Due, i cili është sot titullar. Le të themi dhe formacioni Paris Saint-Germain, Donnarumma në portë, mbrojtje Zage, Pacho, Marquinhos dhe Nuno Mendes, Zaire Emery, Hakimi, Vitinha, Due, Dembele dhe Barcola. Kush do triumfoj? Anfield do të përcaktoj sot fituesin dhe çerfinalistin mes Liverpool dhe Paris Saint-Germain. Gati të startoj sfida te Liverpool që do shkërmoj topin, do tjetë të Salah. Starton dueli. Dhe me një faul të Barcolas. Szoboszlai. Gravenberch, topi fort, i gabuar Marquinhos dhe Due. Barcola tek Dembele. Super ndeshje nga Dembele, po më shumë raste pati diskutim të vartë shkelja. Alisson Becker rezultoi një mur. Na kujtoi atë kohën ku Liverpooli ftoi Champions League dhe Alisson ka patur meritën e tij më të madhe. Hakimi. Zage. Kërën Diaz, Zage, topi dal nga Robertson. Gravenberch, Konate, Szoboszlai, Salah. Diogo Jota. Luis Diaz. Topi tek Salah. Salah, topi ndalur në fund. Donnarumma, topi italianit përpara. Barcola, Due, Vitinha. Liverpooli pas fitores të Southampton 3-1, një fitore shumë e thellë. Liverpooli që i afron ata me titullin kampion, ndërkohë Parisi bëri ndeshjen sa perfekte. Ndërkohë Barcola, Alisson, Dembele, Ousmane Dembele. Shëno Parisi dhe Barzo sfidën në 1-1. Dembele, minuta 12, shëkohen The Reds 0-1 për Liverpoolin. Diogo Jota, dërkohë topi për Salah, Donnarumma, me si largon atë top. Zaire Emery, topi tek Vitinha. Barcola. Parisi dërkohë bëri detyrën e saj në Rennes, fitoi 1-4. Nuno Mendes. Pacho. Dembele. Hakimi dhe Robertson, për momentin ndeshja në shtesë. Hakimi dhe Robertson. Hakimi pron krosimi, Van Dijk është aty, Szoboszlai largon. Salah. Diogo Jota. Me këtë rezultat
ndeshja do të shkoj për te minutës e 90, se do të arri në Vulbarsojt, atë do t'jenë The Reds, ata që të kualifikuar. Alexander Arnold, top perfekte të Kushota. Djokoshota, ndërry Marquinhos, Djokoshota fiton topi Djokoshota, topi te Salah. Salah! Donnarumma! Topi devijua nga Pacho dhe Donnarumma arrit ta ndal kërcënimin. Dhe shumë ndryshe sfida e Parisit në krahasim me këtë si këtu sepse në kohë shohim Barcola, Alisson! Arrit ta ndal. Pra si që tash të shumë ndryshe sepse Liverpool do të dominoj këtu, nuk është në Park the Prince, po në Anfield. Robertson, Ryan Hakimi, rivendja e takon Liverpoolit. Robertson, Konate, topi tek Luis Diaz, topi tek Salah tek Djokoshota kranë në tjat, top perfekt tek McAllister, Alexis McAllister, topi tek Gravenberch, Luis Diaz, dhe është gol Liverpool! Barzon 1-1, Luis Diaz, çfarë goli? E pabesueshme! Është e pabesueshme, shgol Liverpool, shënon me Luis Fernando Diazin. 1-1. Është e pabesueshme çfarë goli çuditshëm shënon Liverpooli, por është një gol me pesh, sepse i çon ata për më tej, por Parisi nuk do zot Vitinha krahu në majt, Vitinha top dhe Barcola, Alisson. Arrit ta ndal goditjen. Pak çuditshme pse Luis Enrique e lan stol fare shkelja, se do të jepte më shumë dimsul. Djokoshota, Salah, Liverpool sërish në përsi, por nuk i dihet ndeshjes. Hakimi, Zage, Dyrë Szoboszlai, Luis Diaz, Salah, topi ndalur. Largo Zajemeri, topi te Barcola tek Due, Vitinha, ky top tek Dembele, Osman Dembele, topi te Barcola. Brady Barcola tek Vitinha, përballë Alexander Arnold, gati të krosoj Vitinha e bën krosimin. Largo Robertson, 7 minuta shtesë. Si shumë, por do të na jap akoma më shumë emocione. Parisi duhet sa më shumë minuta, nuk është që të arrit të shënoj. Djokoshota, topi ndalur. McAllister, David Marquinhos. 3 minuta loj, Nuno Mendes, top devijoj nga Djokoshota dhe shkon në duart e Donnarummës. Nuk ka shumë kohë, Pacho. Dembele. Sekondat e fundit, aksioni final, Vitinha dhe bëhet u pjesa parë, Liverpool 1, Paris Saint-Germain 1. Sa e bukur ishte si lojë. Paris shënon minuta 12 me Dembele, por goli i çuditshëm i Luis Diazit që besoj i ka befasuar për mirë tifozët e Liverpoolit dhe i ka shokuar për keq tifozët e Parisit, ka barazuar sfidën me kolumbianin Luis Diaz. Super pjesa parë, nuk është se pati shumë raste, por ritmi është i lartë, sigurisht. Kur jemi në Champions League, ritmi bëhet tepër maksimal. Rikthimi si shtajme 52 të Liverpool Paris Saint-Germain. Jemi së shtajme të ndërë shikues për 52 të Liverpool Paris Saint-Germain. 1-1 sfida. Kujtën golat. Realizoi Dembele, barazon Luis Diaz, është larguar ndërkohë Szoboszlai për Arviela, autorin e golit në sindën e fundit. Vitinha. To përpara. Salah, topi dorëzuar. Salah, Mohamed Salah, Donnarumma. Arrit ta ndalë eviton golin që ndoshta mund të vriste ndeshjen. Do ta çonte ndeshjen me 3-1. Goditje këndi për Liverpoolin. To perfekt në zonë. Gjuhetja shtyll. The Reds flirtojnë me golin e tretë. Vitinha topit e Konate, rrezikon Konate, çon topit e Alexander Arnold, McAllister, Djokoshota, Salah, Luis Diaz, McAllister, Salah, Elliot, gërëndjes për këtë mesazh. Djokoshota, Salah dhe Pacho decisive. Çfarë bën William Pacho? Largon Donnarumma. Dembele.
Dembele te Barcola, Predi Barcola, Barcola dhe Van Dijk, Barcola, topi tek Duet, Alexander Arnold, Duet, topi devijuar. Parisi që nuk po kërcënon më, duket se ky goli ka vrarë shpresat, për më tepër nuk janë në pak të pris po në Anfield, nuk është se përbën shumë ndryshim stadiumi, por përbën ndryshim loja. Pacho gabon Diogo Jota, Donnarumma. Është ai që bën në lojë Parisin, por lojtarët e tij nuk po i kundërpërgjigjen. Nuno Mendes, Dembele, Hakimi dhe Robertson dhe rënsak, Luis Diaz, topi i ti, perfekt, Luis Diaz, lërë me tek Salah, tomi dalu Salah, Diogo Jota, Marquinhos, fallë më pas, dhe kartoni kuq, e pabesueshme, Diogo Jota, do shkohet me karton të kuq, Liverpool me 10 lojtar, edhe kjo dhe shtëko Salah, jasht, goditja, Salah, godit ka shkeq, e çuditshme, por vërtet, Liverpool është me 10 lojtar, dhe Salah sa po mi një rast të artë, do të jetë vështirë tani, do të jetë shumë e vështirë, Liverpool do të parë masa. Barcola, bën gati masa për Liverpoolin. Robertson, Gravenberch, është shekuar me Callister për Endon. Shekuar dhe Gravenberch për Jones, Van Dijk. Topi fort në kohë. Shëndërko Salah, topi dalë, nuk gjen dot Nunezin, i cili mori vendin Luis Diaz. Sage, Nuno Mendes, topi dalë nga Endo Vitinha. Të shumë nësë të Parisit të jadal. As një ras, besoni apo jo as një ras Parisi. Duhet dhe kohë në kërë në majtë Nuno Mendes e Van Dijk, Nuno Mendes topi tek Zaire Emery, gati të toj Zaire Emery, dalë Elliot për moment vion aksion Vitinha, Alexander Arnold. Topi mirë, Jones, nuk lagu si shduhet Hakimi, Robertson, edhe tjetër ai, Hakimi dhe Robertson, Hakimi topi mirë, Due, Crosson, Konate, decisiv Ibrahima Konate, godit e këndi. Hakimi, nuk do zot Parisi, ja me një lojtar më shumë dhe mund t'ja dalin. Vje crossimi, latë zonë dhe largohet e top. Çfarë rëmuje, po nuk shënon dot. Salah është i vetëm, po ka mundësi të fitoj metra, Salah. Topi tek Elliot, autori golit, Elliot, topi ndalu, Elliot, i fito topin, Elliot, goditja, godet shumë keq, Harvey Elliot. E pa besueshme se si ka mundësi Parisi nuk e shfrytëzoi as këtë superioritet numerik. 4 minuta shtesë aksion final për Parisi. Vitinha, topi Due tek Barcola te Dembele, topi ka në djata Hakimi dhe Andrew Robertson, i vret shpresat e Parisit për të evituar kualifikimi. Nunez të kohë, Nunez, nuk shënon dot. Nunez. Dhe bëllë tu, Liverpool është çerek finaliste, është në çerek finale, 1-2 triumfon, një super sfidë kjo e dyta, me Liverpoolin që dha maksimumin, dërsa Paris Saint-Germain i harxhoi të gjitha fuqitë e saj vetëm në pjesën e parë. Pjesën e dytë asnjë kërcënim. Do të mendonin që Liverpooli ishte me 10 lojtar që në 70 pasi Diogo Jota doli me karton kuq dhe Parisi nuk ja doli dot para asnjë moment. Tu tregoi qartë që Liverpooli e meritoi kualifikimin, sidomos në synë e dytë pasi desha parë Parisi vendosi diktatin, por kjo nuk mjaftoi. Liverpool shkon në çerek finale, Parisi edhe me këtë organik që ka, edhe me këtë kontingjent nuk mjafton që ajo të arritë sigurisht kualifikim për në çerek finale. Parisi të shuhet ëndra për fituar një tjetër Champions League dhe Liverpooli vjon rrugtimin e saj të fitojë 2 trofet Premier League-s që ka ndoshta të siguruar dhe tani synon atë të Champions League-s. Ku do të përballet me Aston Villa që eliminoi Club Brugge
UEFA Champions League. Mishi mi ardhur në përfundim të sfidës kundër Paris Saint-Germain, shpresoj një ndërprerje të kënaqur emocionet e kësaj sfide anglo-franceze bashkë me Tottenham.